Muaj shkurti ngrohtë por merrebeshe, meteorologët tregojnë kur do të përmirësohet moti. Meteorologët kanë dhënë detaje mbi rreshjet e shiut që kanë përfshirë Shqipërinë që në nisjen e muajit shkurt. Theksohet se rreshjet e shiut do të vazhdojnë gjatë gjithë muajit, ndërsa javën e fundit të shkurtit pritet përmirësimi i motit. Meteorologët shojnë se shkurti do të karakterizohet i ngrohtë me temperatura relativisht të larta, por shoqëruar me merrebeshe. Do të mbetemi në kushte të paqëndrueshme atmosferike. Sot ka patur përmirësim të përkohshëm të motit. Rreshjet e sotme nuk do të jenë në sasi të mëdha. Nesër pasdite, pra të mërkurën, do të ketë rreshje më të dendura, edhe dita e njëjtë dhe e premte gjatë paradites do të jenë me rreshje dhe vranësira, ndërsa pasditeve do të ketë rrebeshe shiu. Fundjava parashikohet të jetë e paqëndrueshme gjithashtu. Të gjitha ditët do të jenë me rreshje shiu, ku më të rrezikuara do të jenë dita e mërkurë dhe e diel. Kryesisht Shkodra, Lezhë dhe Durrësi do të jenë ato qytete me intensitetet më të larta të rreshjeve të shiut. Pastaj dhe i gjithë jugu, Vlora, Saranda, Gjirokastra, Përmeti, Tepelena mbeten të ekspozuara nga rreshjet. Nesër do të kemi stuhi të forta ere kryesisht në Bregdet, duke sjell probleme në trafikun detar. Sa i përket temperaturave, relativisht janë të larta, minimalet janë 4 gradë dhe maksimalet janë 18-19 gradë Celsius. Deri në datën 20 shkurt parashikohet që rreshjet t'i kemi prezente. Përmirësim presim në javën e fundit të shkurtit që do të jenë pa rreshje, thonë meteorologët.